si dallon hoxhallarët edhe faltorët nëse duan me shku me na këndu rukje. Është e qartë kjo, në fillim mundesh me u hutu për arsye se edhe fallxhort i thojnë vetës hoxhallar pak a shumë edhe populli nuk din mi dallu nga shikimi i parë. Mirë po, hoxhallarët vetëm lexojnë Kur'an ose hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk shkruajnë hajmalia, nuk bëjnë gjëra të cilat janë shirk, nuk t'japin detaje për gjanat ka bo filanit, ka bo fisteki, ata të tjerë pra fallxhort nuk dëgjohen çka po flasin, shkruajnë hajmalia, shkruajnë shaja, bëjnë veprime dhezën zjarre të caktuara, thonë merre këtë hajmali, shtin e këtu, qita aty, bën e këta. Pak a shumë këto janë, pastaj edhe në jetën e përditshme, njifën vllai i dashur, motër e nderuar, njifën hoxhallar, domethënë e din filan fisteki, është hoxha, është imam, ku jeton, çka bën, ai tjetri ka kurfar shkollë, kurfar dije islame, edhe në këtë formë domethënë i dallon. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vendosur rregulla për rukjet, ka thonë ata që po bëjnë rukje le të vinë edhe t'ja dëgjojnë rukjet e tyne. Çka është me fjalë palidhje ose me fjalë që janë shirk, me ndalu ato fjalë që janë Kur'an, që janë sunet ose dua të përgjithshme, ato lejohen. Pra, nuk bën me shku atje edhe hu hu ha ha hi hi me bë domethënë palidhje, me hap gojën, me mshël synin, me bë ata me gjujt ku e di çka në trup të njerëzit, gjana palidhje, këto janë shirk. Ose me merr Kur'anin gjuj aty shtin e këtu, astaghfirullah, shumë gjëra tjera, këto janë kufër. Pak a shumë normal, ndoshta duhet një ders gjerë me marrë edhe gjatë për këtë mesele, po sa për pak a shumë kjo është ideja.